kam lind dhe jam rrit në Mitrovic. Shkollën fillore kam kryer në Mitrovic, 2 vitet e parë shkollës mesme i kam kryer në Mitrovic. Pastaj me mbylljen e shkollave shqipe nga regjimi serb, unë kam shku në Britani të Madhe si studente, me vizë studentore për shkollim në shkollën e mesme, për të përfunduar vitin e 3 dhe të 4 të shkollës së mesme. Po për shkak të luftës në Kosovë, nuk kam pas mundësi mu kthy pastaj në Kosovë, edhe i kam vazhdu studimet në Britani të Madhe. Aty kam vazhdu studimet në degën e juridikut, ku edhe kam marrë edhe licencën e avokatit në Britani të Madhe, ku punoj që 20 vite, edhe jam e specializuar në të drejtën publike, e cila është një fushë e cila mirët me përgjegjësitë dhe obligimet ligjore që shteti ka ndaj qytetarëve, karshi qytetarëve. Unë gjithashtu jam e angazhuar edhe me komunitetin atje dhe kam, do thot, një përvojë të gjatë edhe me komunitetin e diasporës. Cilat kanë qenë sfidat më të mëdha në jetën dhe karrierën tuaj? Në jetën time personale, padyshim largimi nga Kosova, si një 16 vjeçare, si e re, gjithmonë kam qenë lidhur ngushtë me vendin tim, kur nuk e kam mendu largimin nga vendi, por kuptohet për shkak të situatës në cilën gjindeshim në atë kohë, me mbylljen e shkollave shqipe, në Britani mora një ofertë për studime nga një shkollë në Britani, dhe me që më dha kjo mundësi të studioj, shkova. Sa i përket anës profesionale, sfidë ka qenë patjetër kyçja në një nga sistemet më konkurruese në botë, në Britani të Madhe, në sistemin e drejtësisë, kyçja si avokate, do thot deri në arritjen e asaj, unë kam qenë një person që ka ardhur jashtë sistemit, edhe sistemi ku unë jam kyçur si avokate shkallës së parë me të drejtë të paraqitjes në të gjitha gjykatat. Aty historikisht janë kyçur njerëz të cilët kanë qenë nga një klasë e caktuar, por gjithashtu ka pas më shumë meshkuj të cilët kanë dominu, dhe kjo do të thotë e ka bërë pak më sfiduese, por me përkushtim kuptohet edhe me punë të madhe arrihet gjithçka, kështu që e kam tejkaluar edhe atë sfidë. Unë kom shku në Britani të Madhe si një 16 vjeçare që nuk e ka ditë anglishtën, anglishtja ime ka qenë ajo që kemi mësuar në shkollë në Kosovë, shumë pak e kom ditë, ndërsa 9 vite më vonë e kam marrë licencën e avokatit, do thotë kjo ka qenë një sfidë në vetë, të cilën e kam tejkaluar. Çfarë ju motivoi të hyni në politikë? Në politik, arsyeja pse jam kyçur është për shkak se kam marrë ftesë nga Liga Demokratike e Kosovës dhe presidentja Vjosa Osmani që t'i hyj kësaj gare, dhe jam përgjigjur kësaj ftese për shkak se angazhimin tim politik, i cili bëhet për herë të parë, do thotë unë nuk kam qenë më parë kyçur në politik në mënyrë direkte, nuk kam qenë pjesë e ndonjë partie. Kjo është hera parë që garoj edhe për deputete në kuvend. Arsyeja, do thotë pse janë kyçur, është sepse kam pasi një vazhdimsi të punës sime që e kam bërë me komunitetin shqiptar në Britani të Madhe. Do thotë atje jam që shumë vite e kyçur me komunitetin. Unë e kam themelu edhe e udhëheqi që 10 vite shoqatën e avokatëve shqiptar britanik, e cila është një organizatë e cila synon që ti lidh profesionistët shqiptar në fushën e drejtësisë, të cilët punojnë në Angli, Kosovë dhe Shqipëri. Synojmë gjithashtu që t'i përkrajmë gjeneratat e ardhshme të avokatëve, gjithashtu synojmë që të kontribuojmë edhe në përmirësimin e sistemeve ligjore në Kosovë dhe në Shqipëri. Përveç kësaj, unë gjithashtu jam në Këshillin Koordinues të Diasporës, i cili është organ shtetëror i Republikës së Shqipërisë, ku bëjnë pjesë 15 antarë nga diaspora. Unë jam përfaqësuese nga Britania e Madhe, dhe aty ne si detyrë kemi t'i përfaqësojmë interesat e diasporës shqiptare dhe të identifikojmë problemet me cilat përballet diaspora dhe t'i propozojmë institucioneve në Shqipëri zgjidhje rreth atyre problemeve. Kjo është, do thot, përfaqësim i diasporës në nivel institucional dhe do thot
ndërsa angazhimi im tash në këtë garë unë e shoh si një vazhdimsi, sepse edhe më parë unë kam qenë një zë i diasporës, do thotë që 7 vite jam në Këshillin Koordinues Diasporës dhe kam punuar për të drejtat e diasporës. Njërën nga gjërat që e kam bërë si antare e Këshillit Koordinues të Diasporës, unë gjithashtu jam përfaqësuese nga Britania e Madhe në këtë këshill me 14 kolegë të tjerë, të cilët vijnë nga shtete të tjera. Unë kam punu intensivisht në çështjen e votës së diasporës, të cilën shtetasit e Shqipërisë nuk e kanë pas deri në vitin e kaluar, dhe për herë të parë, do thotë, në historinë e Shqipërisë, shtetasit shqiptar kanë të drejtë të votojnë nga jashtë, dhe unë kam qenë e kyçur në gjithë këtë proces, i cili ndër tjera ka përfshi ndryshimin e kodit zgjedhor në Shqipëri dhe do thotë lobimin të qeveria shqiptare. Pra, kyçja në politikë, kjo e shoh vetëm si një formë tjetër të angazhimit tim, do thotë kyçje direkt në kuvend, ku kuptohet çështjet të cilat synoj ti adresoj, mund të bëhen më shpejt se sa si pjesë e shoqërisë civile, dhe impakti është më i madh. Pse vendoset me kandidu pikërisht tani në këtë kohë? Në këtë kohë, unë në fakt, si që thash, ftesa më është bërë nga Lidhja Demokratike e Kosovës dhe presidentja Osmani, dhe arsyeja pse pikërisht në këtë kohë është për shkak se mua më shqetëson fakti se Kosova është një ndër vendet më të varfra në Evropë, më shqetëson fakti që Kosova po zbrazet, dhe unë dua që përvojën time 20 vjeçare, se që 20 vite kam licencë avokati dhe punoj në Londër me këtë licencë, e ushtroj profesionin, dëshiroj që këtë përvojë nga Britania e Madhe, nga sistemi ligjor atje, i cili është një ndër sistemet më të avancuara në botë, dëshiroj që ta përdori për të mirën e Kosovës, dëshiroj që Kosova të jetë një vend i mundësive, një vend ku zhvillimi ndodh, një vend cilët qytetarët e shohin si vendin e tyre, jo si një vend të cilin ata dëshirojnë ta lëshojnë dhe të largohen në shtete tjera. Dëshiroj që Kosova të jetë një shtet ku qytetarët ndihen të respektuar, të cilët nuk kanë nevojë për lëmosh, dhe të cilët janë të suportuar, do thotë, nga shteti. Edhe mbi të gjitha, arsyeja pse kam vendosur me garu pikërisht në këtë moment dhe mu kyç në politikën në përgjithësi, është për shkak të gjendjes në të cilën gjendet Kosova, dhe dëshiroj që, se me që mbi të gjitha, unë besoj në popullin e Kosovës, besoj tek njerëzit që i kemi në Kosovë, ne historikisht e kemi dëshmuar me mira herë, se kemi njerëz të jashtëzakonshëm, të cilët në momentin që i jepet mundësia, ose në Kosovë ose jashtë Kosovës, ata arrin rezultate të jashtëzakonshme. Kështu që unë dëshiroj që të punoj me këtë popull të jashtëzakonshëm në mënyrë që ta bëjmë një shtet, një Kosovë të jashtëzakonshme. Kush ka ndikuar më së shumti në formimin tuaj si person dhe si profesioniste? Në formimin tim si person, pa dyshim prindrit e mi, cilët ma kanë ushqyer atë ndjenjen e atë dashurisë, edhe respektin ndaj punës dhe seriozitetin në punë. Dhe patjetër që edhe rrethi familjar, ndërsa sa i përket anës profesionale, unë jam formu në Britani të Madhe sa i përket anës profesionale, me që atje i kam përfundu studimet në drejtësi në universitet. Pra, jam e formuar në aspektin profesional në Britani të Madhe dhe jam, mendoj, privilegjuar ta kem një përgatitje nga Britania e Madhe, duke marrë parasysh se Britania e Madhe ka një sistem që është disa shekuj i vjetër i sistemit të drejtësisë, nga i cili shumë shtete tjera mund të mësojnë shumë. Pse zgjodhet pikërisht Lidhjen Demokratike të Kosovës? Lidhja, prap po them, prap i kthehem asaj që se Lidhja Demokratike e Kosovës më ka ftuar të garoj
por arsyeja pse ju kam përgjigjur në mënyrë pozitive kësaj ftese është për shkak se si shumë të tjerë të gjeneratës time, ne jemi rritur kur Ibrahim Rugova e ka fillu këtë lëvizje, këtë parti politike, e cila ka qenë ndër të parat që e ka udhëheq popullin e Kosovës drejt pavarësisë, kuptohet në bashkëpunim me të tjerët, dhe kyçja në Lidhjen Demokratike të Kosovës ka qenë e natyrshme për mua, për shkak se, siç thash, jemi rritur duke dëgjuar për ato që bënte Ibrahim Rugova për Kosovën në atë kohë, lobimin që e bënte dhe të gjitha të tjerat në një situatë jashtëzakonisht të vështirë në cilën ka qenë Kosova në atë kohë. Çka e dallon Lidhjen Demokratike të Kosovës nga partitë të tjera? Lidhja Demokratike e Kosovës ofron një frymë stabiliteti, ofron një shpresë se populli i Kosovës e meriton një realitet më të mirë, një të ardhme më të mirë, ofron një plan, program, i cili përfshin zhvillimin e Kosovës, i cili përfshin mundësitë për të gjithë njerëzit që jetojnë këtu, pra ofron një shpresë më të mirë për një të ardhme më të mirë për Kosovën. Çfarë mendoni se sjellni ndryshe nga kandidatët e tjerë? Unë vi me një përvojë 20 vjeçare në profesionin në drejtësi, do thotë, edhe vi nga një sistem, siç e thash edhe më herët, një sistem i cili është një ndër më të avancuarit në botë, dhe unë vi gjithashtu përveç nga profesioni i drejtësisë, do thotë, unë vi edhe nga një shtet perëndimor ku jetoj që 30 vite, dhe e ofron një perspektivë të re, do thotë, me që Kosova synon antarësim në organizata ndërkombëtare siç është Bashkimi Evropian, NATO, dhe mendoj që është shumë e rëndësishme që institucionet e Kosovës të zhvillohen në atë nivel në mënyrë që t'ja mundsojnë Kosovës antarësimin në këto organizata, dhe në mënyrë që ta arrihet kjo, patjetër që duhet përvojë, do të duhet njerëz të cilët ofrojnë përvoja që janë të dobishme, që do thotë e ndihmojnë këtë proces, pra këtë rrugtim. Sa vështirë është sot për një grua të futet në politikë? Në krahasim me para 30-40 viteve, mendoj është një dallim shumë i madh. Për shembull, në kohën kur Lidhja Demokratike ka fillu, aty kanë qenë shumë pak gra, një ose dy, nuk më kujtohet saktësisht numri, por ka pas shumë pak gra, edhe ka pas shumë pak përfaqësim të grave në politikë. Ligji i cili e mbulon këtë pjesë, pra zgjedhjet, ja mundson edhe ja garanton pjesëmarrje prej 30% në parlament, por mund të them se kjo ndoshta ka qenë më relevante në fillimet e shtetit Kosovës, kur ka fillu shteti Kosovës pas luftës. Pra ju po mendoni që është dashur me bë më herët? Po ky ligj dua të them që në fillim ka qenë i mirë për ato femra të cilat për herë parë janë kyç, ka qenë i mirë për shkak se i kanë ndihmuar ndoshta të futen në kuvent edhe nëse nuk i kanë pas votat, por e mira është që tani femrat futen në kuvent pa pas nevojë, do thotë, të përdoret kjo pjesa e minimumit që garantohet me ligj, për shkak se i kanë votat edhe i bëjnë konkurrencë edhe meshkujve tjerë. Kështu që mendoj që është lehtësuar shumë. Kuptohet që sfidat gjithmonë ekzistojnë, por mendoj që është një tjetër situata tani komplet, edhe kemi shumë gra të zonja në politikë me cilat mund të krenohemi. Cilat janë 3 prioritetet kryesore që do t'i shtynit në kuvent? Me që vi nga fusha e drejtësisë, patjetër që ky do të jetë edhe fokusi im, për shkak se kur sistemi i drejtësisë funksionon si duhet, atëherë edhe shteti funksionon si duhet. Fokusi im do të jetë patjetër sundimi i ligjit, ndarja e pushteteve. Ato janë ashtu të ndara, por nganjëherë ka, do thotë,
tendencë që perceptimi të jetë i tillë që njerëzit të mendojnë që nuk janë të ndara që ka ndikime, për shembull. Kështu që është shumë e rëndësishme që të ketë ndarje të pushteteve, është shumë e rëndësishme që të ketë një sistem ligjor i cili do thot e mban shtetin të fortë. Një arsye tjetër pse sistemi ligjor është shumë i rëndësishëm është për shkak se për shembull investitorët duan një shtet ku sistemi ligjor funksionon si duhet dhe ku ata ndihen të sigurt të investojnë. Kështu që kjo është një arsye tjetër. Do thot një sistem i fortë ligjor jo vetëm se ju ofron qytetarëve një drejtësi si duhet të jetë drejtësia, por i ofron edhe shtetit Kosovës një zhvillim më të mirë dhe më efikas. Çfarë problemi mendoni se po i shqetëson më së shumti qytetarët sot? Deri tani me qytetarët, se flas çdo ditë me qytetar, pothuaj çdo person thotë jemi lodhur nga situata politike në të cilën gjendemi. Është shqetësimi tjetër se ka shtrejtësi shumë të produkteve, për shembull ushqimore, të rrymës e tjera. Pra është ajo çështja e mbijetesës, do thotë qytetarët kanë problemin e mbijetesës dhe gjëja e fundit që i nevojitet qytetarit është edhe një krizë politike dhe një politikë e cila është jo stabile. Çfarë do të bëni konkretisht për të rinjët? Rinia është e armja e çdo populli dhe mendoj që duhet jetë fokus shumë i rëndësishëm për çdo qeveri që vjen në pushtet. Dhe për të rinjët unë mendoj se duhet që të angazhohemi për një arsimim, për një sistem arsimor i cili është kualitativ mbi të gjitha. Por duhet të fokusohemi edhe në ato të cilat tani po ndodhin, do thot teknologjia, avancimi i teknologjisë. Ne e dim që Kosova tani njihet, ka filluar të njihet edhe në sektorin e teknologjisë, mu për shkak të rinjeve që i kemi. Dhe ka shumë mundësi që të rinjet të punojnë nga Kosova, edhe që punojnë në fakt, dhe të punojnë për kompani jashtë Kosovës, por ata të qëndrojnë në Kosovë. Dhe kjo është një gjë e cila duhet të promovohet më shumë, për shkak se mundësit janë të panumërta. Tani me që kemi teknologjinë, kemi internetin, do thotë nuk ke nevojë të jesh në një vend të caktuar që të punosh, për shembull në fushën e teknologjisë. Pra ne kemi një rini të jashtëzakonshme, siç kemi dëshmuar shumë herë. Kemi yje në gjithë botën që shkëlqejnë, që janë të ri dhe mendoj që ata atyre duhet t'i kushtojmë kujdes të veçantë.